Partia Demokratike në rrafshin organizativ do t'jetë partia e seksionit. Ne jemi partia e teritorit, pra ne jemi partia e seksionit. Dhe përparësi absolute në piramidën e saj merr themeli i cili është seksioni. Ripërtritja në nënkupton antarësime të reja, në nënkupton zhdukja e çdo barriere që pengon antarësime të reja. Në nënkupton hapjen e dyrve në nivel seksioni dhe në të gjitha nivelet për prurje të reja, angazhime të reja. Ju garantoj se janë me mira e mira. Demokrat që të gatshëm të antarësohen dhe të marrin përgjegjësi, por që nuk u ofrohet kjo mundësi, nuk ju ofrohet ky mjedis. Nuk u ofrohet sepse e kam theksuar dhe theksoj. Smundja e opozitës, e opozitarizmit është inersia, është apatia. Dhe kjo smundje bën që të tregohemi indiferent ndaj këtij procesi që është jetik për Partinë Demokratike. Partia Demokratike sot më shumë se kur ka nevojë për eficiencë. Eficiencën e çdo njerit, prej drejtuesve, prej antarëve të saj. Ka nevojë për treguesit e matjes së kësaj eficience, në mënyrë që potencialet e saj të shfrytëzohen në shkallë maksimale. Partia Demokratike ka jetik shfrytëzimin e çdo potenciali që ofron digitalizimi dhe urtësia artificiale, në mënyrë që ne të mund të shumëfishojmë fuqinë tonë, aftësitë tona. Programi i saj apo vizioni i saj është absolutisht më i miri që ekziston. Por ne kemi fatin e madh dhe privilegj të veçantë që programin
e kësaj partie ta konsultojmë, ta shtyrtojmë dhe ju shtyrtojmë me think tanket më të mira që ekzistojnë sot në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara.